Allahu në librin e tij e përmend se prej kur ka krijuar qiejt edhe tokën, i ka krijuar edhe 12 muaj. I ka krijuar edhe 12 muaj. E prej atyne 12 muajve Allahu thot arbatun hurum, 4 janë muaj të shenjtë. Po dhe muaj që po vije tash, muaj Muharram, janë prej muajve të shenjtë. Andaj vetëm si rikujtim për vete edhe për juve, do të flasim pak për vlerën e këtij muajit Muharram. Pra, shejtëria e këtyne muajve është shumë e madhe se sa e muajve të tjerë. Për ata, Ibn Abbasi, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur flet për këta muaj, për muaj të shenjtë, që janë Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram edhe Rajab, thot shejtëria e tyre është shumë e madhe se sa në muajt e tjerë. Dhe thot se e mira dhe e keqja gjatë këtyre muajve shumë fishohen. Zakonisht e mira shumë fishohet në të gjithë muajt, ndërsa e keqja nuk shumë fishohet në muajt e tjerë. Mirë po kushdo që bën një të keqe gjatë këtyre muajve e gjen shumë fishin e saj në ditën e gjykimit. Muaj që po hym tash në të, muaji i parë i kalendarit islam, muaj Muharram, quhet edhe muaj i Allahut. Pra, specifikohet apo veçohet prej muajve të tjerë, sepse Allahu e ka afruar afër vetes. Andaj është nga muajt e dashur të Allahut te bareke ve taala, sepse Allahu kur e don një sen e veçon atë ma shumë se sa të tjerët. Dhe këtë muaj Allahu e ka veçuar edhe e ka bërë më të veçantë. Është nga muajt në të cilin është e ndaluar lufta. Është muaji i parë i vitit hijrik apo i kalendarit hijri. Është muaj i cili veçohet, dallohet shumë me një adhurim vullnetar me agjerim. Që s'ka ndonjë muaj që dallohet me agjerim siç dallohet muaj Muharram. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Agjerimi më i mirë, agjerimi më i vlefshëm pas agjerimit të Ramazanit është agjerimi i shumë ditëve të muajit të Allahut, muajit Muharram. Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka veçuar këtë muaj me agjerim të shumt, por nuk e ka agjeruar të tërin, nuk e ka agjeruar komplet. Ky muaj na rikujton edhe pejgamberit ton të dashur edhe vujtjet e tij pasi që dëbuan prej Mekës, ai shkoi bën hijret, shpërngulje, migroi në Medinë. Edhe hijreti është një histori në vete që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lshoi vendin e vet, pasi ju pamundësua jeta, pasi ju pamundësua praktikimi publik i islamit, edhe shkoi kogja larg në një vend që nuk e zgjodhi vet, po e ka zgjedhur atë vend kush Allahu te bareke ve taala. Ky muaj na rikujton edhe pejgamberin e Zotit, edhe fitoren e tij, edhe shpëtimin nga kthetrat e një mbreti zullumçar Firaonit, është fjala për Musaun alayhis salam. Pra, ditën e 10 të këtij muajit Muharram, Allahu e shpëtoi nga dhuna, nga mizoria, zullumi i papar i Faraonit, Musaun alayhis salam, edhe kanë edhe pasuesit e tij. Na kujton edhe një pejgamber të Zotit, Nuhin alayhis salam, i cili e patë edhe ai një sprovë dhe në këtë ditë, ditën e 10, shpëtoi me anijen e tij edhe doli fitimtar në ato të cilën ai u apremtoi pasuesët e tij se do të ndodhë ajo që ndodhi tufani, ku Zoti lshoi shiun nga poshtë edhe nga lart, edhe u përmbysën gjitha krijesat me përjashtim të atyre krijesave që ishin në anijen e shpëtimit, në anijen e Nuhit alayhi salam. Këtë ditë përpara e dallojshin, sidomos ditën e 10, e dallojshin hebrejt, jehudit me agjerim, si shenjë ndaj falënderimit Allahut.
pra si shenjë falënderimin ndaj Allahut, e bënin agjërimin për shkak se Allahun këtë ditë e kishte shpëtuar Musaun edhe pasuesit e tij. E pastaj këtë ditë e agjëroi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Ana aula bi Musa minhum." Tha, unë kam përparësi më shumë se jehudit, tha, për Musaun. Sepse pejgamberët të gjithë kanë qenë vëllezër, të gjithë kanë thirrë në një Zot, në besimin Zotin një, nuk kanë thënë 2-3 zotra. Të gjithë pejgamberët, prej të parit deri tek i fundit, e kanë pas një thirrje që ja kanë bërë popullit të tyre. Edhe i kanë thonë popullit, thoni la ilaha illallah që shpëton. Agjërimi i kësaj dite është i rëndësishëm, ditës së 10, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wasiyamu yawm Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla." Agjërimi i ditës së 10, që ne e quajmë dita Ashurave apo dita Ashurës, agjërimi i ditës së 10 e ka shpërblimin duke i falë gjënahet krejt për vitin që po e lam pas. Dhe dita e 10 quhet dita e Ashuras, që nuk lidhet me diçka me ndonjë ceremoni, sikur përpara, kur s'kan pas njerëzit ushtrime me bollëk, në këtë ditë shtishin çka me uzi grunin edhe i theshin Ashura. Jo, Ashura i thuhet ditës së 10. Ashura është dita e 10 e muajit Muharram. Dhe këtë ditë e kanë agjëru jehudit, e tash ne si musliman është mirë me agjëru pak më ndryshe ditën e 9, ditën e 10, ditën e 11, ose ditën e 10, ditën e 11, po jo vetëm të 10-ën, jo me i përngjasue ata jehudit. Andaj në këtë ditë ka ndodhur një ngjarje e rëndësishme që ka trondit botën atë kohë, të s'ka pasur rrjetet sociale me marrë vesh këtë bota. Në këtë ditë e kanë mbytë edhe Husejnin radhiyallahu anhu, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Hasani dhe Husejni janë ata 2 djemët më të mirë, edhe 2 zotrinjët e xhenetit, kështu ka thonë për ta pejgamberi alaihi salatu wassalam, dhe emrat e tyre i ka përzgjedh pejgamberi alaihi salatu wassalam, sepse Hasan dhe Husejni janë bijt e Aliut edhe Fatimes. Dhe me thonë Fatimja, vajza pejgamberit alaihi salatu wassalam, i ka pas ta 2 djemë, dhe kur ka lind Hasani, Aliu e ka dash luftën shumë, e ka pas një shpatë veçantë kështu, me 2 koka, edhe janë gjiti djalit të vet emnin Harb. Kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urue vajzën e vet për djalin edhe dhëndën, e pyeti çysh e keni emërtue, i than e kena emërtuar me emrin Harb, çfarë do të thonë luftarak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, tha Harb, po tha Hasan. Hasan do të thonë bukurash, i bukur. Lindi djali i dytë Husejni, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urue dhëndën edhe vajzën, e pyeti çysh e keni emërtue, than Harb, sa live donte luftën, ishte njëri luftarak. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo, tha Harb, tha po Husejni. Hasan është i bukur, Husejni vjen pak më i vogël, bukurash. Kështu që vllazën, edhe neve na dhan zemra, edhe ne mërzitemi për vrasjen e tina, mirë po ato që e shohim media, se si manifestohet në thojza mërzia e disave, të e rrej veten, të e shpo veten, të i sill vetes në zinxhir. Ato që ka bojnë ata disa ka lindja nena, absolutisht s'ka të bëj asgjë, as me Husejnin, as me Hasanin, as me gjyshin e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e as me neve. Pse bojnë ashtu? Zoti e din veç. Me ato veprime asgjë nuk lidhen me Islamin edhe me muslimanët, andaj na distancohemi prej atyre veprimeve, na e besojmë këto qartë se ka qenë një sprovë për ummetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, vrasja e Husejnit radhiyallahu anhu. Allahu na mundsoft që ky muaj që po vjen ta presim në mënyrën më të mirë dhe ta shfrytëzojmë për adhurime të ndryshme, e ta veçojmë atë ashtu siç e ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të paktën me disa ditë agjërim.